Programi jonë politik e ka pas edhe një pjesë hyrëse që ka tregu lidhur me domosdoshmërinë e shërimit të përçarjes së diskursit publik. Do të ishte shumë, s'po du me përdojnë ndonjë fjalë, po do të dilnim për te vetës dhe nga vetja dhe nga karakteri jënë politik dhe nga ajo të cilën ne besojmë thellësisht, nëse pas 7-8 muajsh nga zgjedhjet e kaluara ne themi vlerësojmë që më nuk kemi nevojë ta shërojmë polarizimin publik. Dhe ne vlerësojmë që opozitbërja dhe kërkesa për vot matet me ide jo me decibel. Ne nuk mendojmë që nga një teatr potencial politik, si kurse e bën lëvizja vetëvendosja, i bëjmë favor elektoratit në përgjithësi në Kosovë, apo se ngrisim potencialisht votues ndaj nesh. Tash, mendoj që nuk mund ta... Po thu për juve nuk ka rëndësi me fitu. Po them që ne nuk e kemi opinionin identik si tëndin, që është qasja e... Jo, ma herë thë përparim Ramën e ka përkra kryetari. E përparim Rama identik si temin e ka. Unë thash, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës i përkra të gjitha format e opozitbërjes, kur po dënë me marrë merita për fitoren Prishtinë, po thoni ka qenë përkraja dhe ide strategjike e kryetarit. Zoti Mehmeta edhe njëherë po e përsëris, nëse s'm keni kuptuar, sepse më duk që unë e sqarova shumë mirë që ne kemi të bëjmë me karaktere të ndryshme dhe të gjitha mbështeten nga LDK-ja. Jo një formë mbi tjetrën, jo një formë që ka prioritet para tjetrës. Po bjen kundërtani se pak ma herë thena nuk dalim nga vetja. Edhe dalin nga vetja e projektove pak sikur diskursi jemi. Tash përparim Rama fol pak a shumë çështo. E këtu po thua kanë përkrah. LDK-ja përbëhet nga të gjitha format e opozitbërjes. Sepse unë, për shembull, kur kam qenë me shëndet më mirë, jam konsideru si një prej personave që ka qenë më të zhurmshëm politikisht, apo? Po, shumë mirë. Dhe jam në kryetare partisë dhe kam pas numrin 3, që nënkupton që kombinimin e mënyrës se si ne bëjmë fushat e ka LDK-ja si tërsi. Dhe unë nuk mendoj që ne duhet dalim në vulgaritet, sepse mendoj që me aspektin e një opozitbërje faktike, sikur se e kemi bërë, kemi arritur me gjithat i shtojmë 70.000 vota. Dhe mendoj që piknisa nga një parti prej 51% që ka ra në 22 dhe një që ka pas 12% dhe ka shkua në 18 është gabim, sepse ti po krahason një parti që është ngrit me një parti që ka rënë. Atër ku është logjika e këtij krahasimi? Nëse ne po themi që duhet një parti politike për një herë t'i rrit 30% apo 20%, mendoj që nuk po jetojmë në një univers objektiv të kuptimit të politikës. Atëherë nuk duhet me thonë fushat, ne do të fitojmë, se ka dalë në kryetari i partisë Quj, Kujtim Shala, ka thonë që fitusi do të vendoset me 27%, jemi ngarë me vetë vendosjen për vend parë. Atëherë pra pas ka qenë mashtrim, eklatant. Nga Lumira Avdigjiku e poshtë, që i keni premtu votu si qytetarë që keni medalë të partë. Ne kemi qenë bindur që do të marrim rezultat më të mirë se aq. Paski pa qenë një objektiv. Jo. Se sot kërkesën e një dashamirit LDK-s për prezentën si jo objektivitet, kërkesën e një dashamirit LDK-s për me thonë të vërtetën më syve të vendosjes për prezentën si vulgaritet, në regullë. Psa, ato është duk ndonjëherë që se kemi thënë të vërtetën në mënyrën që e kemi thënë? Jo, po unë kur thash diskursi përparim Ramës, ti thënë na nuk kalojmë vulgaritet. Po ti po flet për protesta përparim Ramës, unë s'po di për ndryshe, nëse ti analizon diksionin e përparim Ramës, nuk mendoj që është relevante, sepse nëse flasim për atë se a kemi adresu tendenca autoritare të kryeministrit, mendoj që secilën herë që ka marrë debate kanë folur për këtë temë. Jo vetëm unë ka folur Lumira Avdigjiku, Hikmet e Bajrami, Kujtim Shala, unë, do me thënë, nëse flasim për blokatat dhe mendësi blokuse, kemi thënë të gjithë, se ka thënë veç përparim Rama. Kërkëndjesë, në ashta po marrë shumë kohë, po ndryshë kur adreson, veç pak, ty po të pëlqen diksioni dhe artikulimi përparim Ramës, po kjo nuk në kupton që argumentet i kemi të ndryshme. Do të me rrejt dhe në fund, dhe ba plusi për shta është emision i shikum, se i qënë gjana dhe në fund. Jo, nuk është i shikum. Ndryshë është me adresu tendencën autokratike mas ne me shku shpinë Marigon, ndryshë është me adresu tendencën autokratike me dalë sikur përparim Rama në protest. Lumira Avdigjiku nuk është se kemi pa na herë në mesin e qytetarëve në protest. Të lutem, kuptoj, se me thonë, fyqet dhe shqecimet e mia, kuptoj si dashamirësi. Nuk është tendencë, po, unë e thjesht po du me që të një si deputetet sinqert, sinqerisht po du me fol me juve. Nuk po e marrë ndryshe. Po, edhe, po, nuk është, se me thonë, nuk ka kur farë tendencë e jam ja shumë një nëzirë keq ose çka po di. Jo, absolutisht, unë nuk po e marrë ndryshe, është thjesht dëshirë sinqert me kuptu. Pra, kjo që po e thua ti, me sa unë arrita nëse po e lexoj sakt, më korrigjo prap nëse s'po e lexoj sakt,
Po i bie që mirë, në aspektin argumentativ pas kemi qenë njësoj, sepse ai po flet për autoritarizëm, ne po flasim një lloj. Po ai pas ka dalë kur kanë bajt protest disa punëtor të cilët kërkonin paga që duhet ja alokoj komuna e Prishtinës që në mënyrë të drejtë për drejtë e ndëlidh Përbari Ramën me ta. Po në mënyrë të drejtë për drejtë e ndëlidh Lumira Abdigjikun me mirëqenien në përgjithësi të popullit. Po ku i ki po ati ata njerëz në protestat që nemi u bashkan gjitë? Nashta du të mi thirë. E tash kjo është temë tjetër.